mendoj se shumë shqiptar po bien në një kurth që duket i padukshëm, sepse është i maskuar si byrtyt. Dhe ndjeva se duhet patjetër ta them troç. Përshëndetje, unë jam Mimoza Thaçi, unë flas për jetën, për mendjen, për zemrën, për rrugën e suksesit dhe për atë që quaj ndryshimi i vërtet. Ai që fillon brenda, sepse ëndrat nuk realizohen vetëm me punë. Realizohen kur njeriu është në rregull me veten, kur e njeh veten, kur nuk ikën më nga vetja. Dhe sot duhet të flas për ne, për shqiptarët dhe për veçoritë tona të mira. Sepse po, ne kemi shumë të mira. Shumë forcë, shumë dinjitet, unë e shoh këtë çdo ditë. Shqiptari është i fortë, është i durueshëm, është njeri që e mban familjen mbi supe, njeri që e mban fjalën, njeri që e don nderin, njeri që nuk e haron mikun, njeri që e hap derën, e hap sofrën, e hap zemrën. Kemi shpirt të madh, kemi zemër të ngrohtë. Jemi një lloj besnikërie që rrallë e gjen sot. Ne dim të mbrojmë, dim të luftojmë, dim të ringritemi. Kemi kaluar shumë dhe prapë kemi gjetur forcë të qeshim. Kjo është madhështi. Por ja ku është kurthi. Shumë prej nesh e kemi mësuar që të jemi të mirë deri në vetë flijim, të jemi të durueshëm deri në heshtje, të jemi të fortë deri në mpirje, të jemi të respektueshëm deri në humbje të vetes. Dhe pastaj habitemi pse s'po na ec, pse jemi të lodhur, pse jemi me nerva, pse jemi të zhgënjur, pse kemi një ndjesi të brendshme që na thot ti nuk po jeton jetën tënde. Ne shqiptarët kemi një dhunti të rrallë. E ndjejmë energjinë e njeriu përballë. E kuptojmë kush është i sinqert dhe kush jo. Pa folur shumë. Kemi intuit të fortë. Kemi mendje të shpejtë, kemi humor, kemi zjarr, kemi shpirt. Dhe megjithatë, shpesh e mbyllim veten që të mos flasim shumë, që të mos dalim ndryshe, që të mos na shohin keq. Po e them qartë. Kur njeriu jeton duke u friksuar nga fjala e njerëzve, nuk mund ta ndjek thirrjen e shpirtit. Dhe kur nuk e ndjek thirrjen e shpirtit, fati nuk hapet. Mund të punosh shumë, mund të lodhesh, mund të sakrifikosh, por prapë ndihesh sikur po shtyn gurin lart çdo ditë. E kam parë këtë te gratë mrekullueshme që japin gjithçka për të tjerët, por e kanë lënë veten në fund të listës. E kam parë te burra që mbajnë gjithë botën mbi shpinë, por nuk dinë të flasin për ato që ndjejnë. E kam parë te njerëz të Zot që kanë talente, por i fshehin sepse çfarë do të thonë të tjerët. Shqiptari ka zemër dhe ka krenari, por kur krenaria bëhet frikë, për të qenë vetvetja, ajo krenari na mbyll. Dhe kur vjen pjesa më e rëndësishme, unë nuk them të bëhesh egoist, por të them të kthehesh te e vërteta jote, te ajo që do, te ajo që të ndes, te ajo që të jep jetë, sepse kur ti je i gjallë brenda, kur ti je i lidhur me veten, ti bëhesh më i dobishëm për të tjerët, jo më pak. Nëse e do familjen, duaje, por mos e humb veten. Nëse e do punën, puno, por mos e shit paqen tënde. Nëse do suksesin, krijoje, por mos e ndërto mbi frikë. Nëse e do Zotin, lidhu me të, por mos e përdor besimin si arsyetim për të duruar padrejtësi, sepse ka një dallim mes durimit dhe dorëzimit, mes respektit dhe vetfshirjes, mes mirësisë dhe vetflijimit. Shqiptari është i bekuar me zemër, por zemra pa kufi të shëndetshëm kthehet në plagë. Dhe ja çfarë duhet të pyes sot troç. Çfarë do ti vërtet? Jo çfarë do familja, jo çfarë do shoqëria, jo çfarë duhet, çfarë do ti, sepse kur ti e vendos këtë në qendër, fillon ndryshimi i vërtet. Dhe më beso, kur shqiptari vendos zemrën e tij në drejtimin e duhur, ai bëhet i pandalshëm. Ne nuk jemi njerëz të vegjël, ne jemi popull me forcë të madhe. Kur e marrim seriozisht veten, kur e pastrojmë frikën, kur e çlirojmë mendjen nga çfarë do thonë, atëherë hapet rruga. Dhe unë dua të shoh këtë. Dua të shoh shqiptarë që nuk jetojnë më në mbijetesë, por në krijim. Dua të shoh gra që nuk kërkojnë leje për të shkëlqyer. Dua të shoh burra që nuk e fshehin ngjeshmërinë sepse ngjeshmëria është fuqi. Dua të shoh të rinj që nuk e ulin zërin e tyre, por e përdorin me mençuri. Ne kemi një dhuratë të rrallë, shpirtin që nuk dorëzohet. Tani është koha të bashkojmë këtë shpirt me vetdije. Mos e humb duke qenë i mirë, bëhu i vërtet. Mos u lodh duke qenë i fortë, bëhu i qartë. Mos u shter duke u përshtatur. Zgjidh të jesh vetvetja,
Sepse, kur ti e vetvetja, atëherë jeta fillon të punoj me ty. Nëse do shkruaj poshtë, cila është veçuria më e bukur e shqiptarëve sipas teje, dhe ku mendon se po e humbim veten më shpesh?